Shqipërinë e duar se jam shqiptar, Kosovën e duar se jam kosovar. Jam plotësisht i pafajshëm. Jam i pafajshëm. Tërësisht i pafajshëm. Liria ka emrin UÇK dhe s'ka sallë gjyqi që rishkruan historinë, që u gdhend me gjakun dhe sakrificën e luftëtarëve të lirisë. Liria mban emrin UÇK, sepse në mesin e saj pati djemë dhe vajza, që në luftën për liri u udhëhoqën nga atë dashuria dhe jo nga hierarkia. Liria ka emrin UÇK, sepse historia e një populli nuk shkruhet nga akta akuzat, por nga veprat që bijtë e tij bëjnë për atë vend. Liria mban emrin UÇK. Ne rinia e lirë shqiptare jemi përgjithmonë mirënjohës ndaj atyre që sakrifikuan për këtë liri. Liria ka emrin UÇK, sepse ishte një organizim vullnetar mbar popullor me natyrën vetëmbrojtëse që synonte vetëm çlirimin e Kosovës. Liria mban emrin UÇK, sepse historia e saj është historia e sakrificës për të ardhmen dhe identitetin e një populli. Liria mban emrin UÇK, sepse nuk mund të kishte komanda hierarki që të shtynte drejt martirizimit 56 antarë familjes jashare, veçsa dashuria e madhe për tokën amë. Drejtësia për viktimat nuk mund të ndërtohet duke ndjekur të pafajshmit. Qëllimi ynë ishte ta thenim Kosovën te populli i saj. Ka besuar gjithmonë se populli i Kosovës, si çdo popull tjetër në botë, kishte të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar në liri dhe me dignitet. Thuhet se njerëzit që bëjnë diçka të mirë për atë vend të tyre janë njerëz me fat. Duket se unë jam njëri prej tyre. Faleminderit.